deklarata e kryeministrit, edhe duke qenë se kam punu me te 9 vjetë, e kam të qartë llojin e betejës që po do me bo, e kjo është jashtëzakonisht përkeqardhje, është keq, është do me thonë betejën publike që ai do me bo është me i kthy punëtorët kundër bizneseve. Pra ai shprehet gjuhën që e përdorën 1%, i cili ka gëzu të mirat, po dënë këto të mira me vazhdu mi gëzu për me mujt me hek 99%, për me mujt me ja u spjegu qytetarëve, se menoj që shpesh në diskutim publik, duke u mundu me shpjegu mire, mbare, me qenë korekte, logjike, me u do kësa më objektive racional, bim në grackën e, si me thonë, komplikimit, përballë kemi një dikon që përdor parulla. Do me thonë, ai nuk ka të shpjegu. 1% me 99%. Ato e në parulla, ajo është populizm. Ju të varfër vjedhur, ata të pasur dhe të organizuar. Dhe këtë njëjtën e ka bo me komandantat e UÇK-s dhe ushtarët e UÇK-s. Pra, kur i ka kthy ushtarët kundër komandantave, duke, si me thonë, shty idenë që gjithë komandantat janë të korruptum, krejt janë bo milionera, ju ushtarët keni me të keq. Me do një farë parullë e prapë. Unë kërkoj falje, mas pari respekt jashtëzakonshëm për secilin prej bizneseve, dhe ata që janë këtu, dhe ata që kanë dalë në protestë, dhe ata që janë në prodhim për faktin që janë të e bo një për betejave më të vështira në histori të zhvillimit që e ka bo dikush. Pak njerëz e din, nuk ka vend i cili zhvillon industri pa përkrahje të shtetit. Kosova është i vetmi vend. I vetmi vend. Nuk ka vend në Evropë juglindore, në dyje, që ka zhvillu industri, që është industrializu, ose ka tentu mu industrializu, pa dorën e shtetit. Kosovë është i vetmi vend. Na jena në treg të lirë prej ditës që e kemi shpall këtë vend të lirë. Dhe më dhëmë, pitë 12 qershorit në 99-ës, ne kemi implementu politikat të tregu të hapur. Nuk ka bre marrëveshje tregtisë lirë se kena nënshkru. Deri me Turqi kena pas nënshkru marrëveshje tregtisë lirë, tu e di që ka mundet me na bo Turqia në hapësinat në cilat na jemi mundësim kemi mu konkurus. Cila kamerë aty incizu e kameranci me kamerë me folë? Cila po ju duhet kështu se e thrasim? Cila do që veç po du mi ju kalzu qytetarve diçka. Që to biznese që kanë protestu, sot i kanë 143.000 punëtor. 143.000 njerëz marrin rroga muj për muj prej këtyre bizneseve. 11 miliard euro qarkullim në vjetë bojnë këto biznese. 11 miliard euro të ekonomistë kësaj Kosove vijnë prej qëtëne bizneseve që kanë protestu sot, që është 50% e qarkullimit për gjithë shumë ekonomik të Kosovës. Edhe 4.5 milion euro të atime në ditë pagujnë. 4.5 milion euro të atime në ditë pagujnë. Ky vend o ka shkonë në bankrët. Tash, nëse këta numra, Adriatik, kishte nevojë t'i drejtohemi ashtu se është çështja ka serioze. Është serioze. 143.000 njerëz. Biznesi tonë i kuptoj ku thojnë na nuk kena me qit njerëz për punë. I kuptoj. A do të mundër? Jo, ndëgjom ç'a ndodh. Ky biznesi Koston ka me çu dikun. Ka me çu në çmim. Dhe çka ndodh kur e çon në çmim? Se po do mi rujt punëtor. Është cik. Po jo, henaj dos tipi Serbisë, më falni që po shprehna kështu. Dhe merr hapësirën në raft. Në qartë, edhe retailerat e mdhaj, të cilët i kanë dikun 300 pika në Kosovë, të mdhajt, nuk po flasë për 1500 pika që janë marketet e mdha. Marketet e mdhaja, edhe ai hynë në kategorinë e 50 punëtorëve, qarkullimit me 10 milion. Edhe ati kam ju rrit fatura. Edhe ai tash ka me bu. Ai ka me rrit çmimet, për shkak se duhet mi mbulu marzhat e veta. Çka po ndodh këtu? Si po ruhen pastaj ato bizneset e vogla dhe qytetarët. Mi thonë këti kryeministri, me vendimin që jetu e marë, ti në fakt nuk jetu i bo kur gjëhesh 1%. Ti jetu i marë në qafë 99%. Do me thonë, 99% që jetu e marë në qafë. Jetu e bo këtë vend me usbraz me shpejtësi dritës. Pra, 99% që qytetarve ka mu prek me çmim në raft. Dhe nuk ka rrugë tjetër. Tash, a e dini ku e problemi? Problemi jo që në energjia, e tha njëri prej të respektuarve në studio, energjia në region, për bizneset të tilla, është prej 100 dhe 102 euro megavati energjisë. Aurora, e thash edhe pram, Institut Hulumtus, ka bo parashikimin e parë çmimeve për Ballkanin Perëndimor dhe thot, për shkak të kapaciteteve 3x3 që po shtohen deri në 20 gigawatt në 10 vjet të ardhshme.
çmimi i energjisë elektrike ka mu sill në 70 deri në 80 euro. Pse bre po kushtoj ka shumë me shtyjë qëtë proces për 5 vjetë, ti ndërtojnë kapacitetet të ripërtrishme që i kanë bloku vetë, sepse e kanë që kustin gatin falimentim. E dyta, t'ju nimojmë bizneseve prodhuse me qenë konkurent. Qëre, Alexander Hamilton, ministri thesarit, i pari, i Shteteve të Bashkuarat Amerikës, e ka shpik një diçka që i ka thonë infant industry protection. Mbrojtja industrive në rritje të një vendi në zhvillim. Tregu i lirë nuk ndërton industri. Tregu i lirë si koncept, si dogmë, bëhet i mirë për neve kur kemi industri. Pra, kur jem të fort me konkuru, nuk mund është me marrë një fëmijë 15 vjeçar, me qitën ring me Anthony Joshua. Edhe me thonë, hajtë boksa. Pse tregu i lirë? Kjo tregu i lirë. Do me thonë, një fëmijë, 18 vjeçar, i thu, hypën ring me Anthony Joshua, se që kjo ringu, hajde tash kush po fitan. Do me thonë, edhe kjo vjen, dhe më falni, kjo vjen prej njeriut, i cili zbashku me mu, për 9 vjetë, kemi folë për shtetin zhvillimor, kemi folë për Keynesin, kemi folë për Changun, kemi folë për ekonomin kundër intuitive, pra për ekonomin ku shteti bëhet ndërmars dhe i ndihmon prodhuesve, e kemi pas fushat duaje të ndëmre, kemi praptu kamiona, dhe sëdën dëgjën, ministrën e këtij kryeministrit të thonë, që atë pas ka thonë, jeni kon të favorizum? Favorizum për 2017. Për 2017, dhe në 2037 du të mi favorizu. A e dini pse? Se prej vitit, prej që ekziston kjo Kosovë, nuk e kanë lënë mu industrializu. Nuk e kanë lënë. E tash ti po dënë prej vitit 2007, në vitin 2025, për 18